Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin. وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. Të gjitha falënderimet I takojnë Allahut të madhëruar, ai është I vetmi I denjë dhe meritor për të qenë I lavdëruar dhe I adhuruar. Përshëndetjet dhe bekimet janë për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e falenderojmë për të gjitha mirësitë dhe begatit. E njëkohësisht jemi mirënjohës që na ka mundësu rikthimin, ritakimin në këtë termin të rregullt pas një shkputjeje disa javore për shkak të muajit bekuar të Ramazanit që e kemi pas. Nuk e di juve ju ka marrë malli për këtë takim mu, po ajo që ka rëndësi është se këto takime janë mundësi për secilin prej neve që me përfitu ose me mësu ndonjë gjë të re ose me përkujtu ndonjë gjë që eventualisht mund ta ketë mbulu qoftë edhe pjesërisht pluhuri I harresës. Mandej janë mundësi që edhe ndonjë gjë që e dim mirë dhe e kemi në kujtesë, po nganjëherë me e kthyer prej një prizmi, prej një këndvështrimi pak më ndryshe. Edhe gjatë gjithë kësaj kohe sa nuk kemi qenë në këtë shoqërim të rregullt të ditës së mërkurë. Unë kom menduar se cila do të jetë tema e ardhshme, nëse e mbanin mend para Ramazanit, një 4-5 javë kena fol kështu tema të ndryshme, për shkak se s'kom pas qef me e fillu një seri të re e pastaj me shkput, ndërsa praktika jonë është me shku me tema pak më të gjana, të cilave mundohemi me ja nxjerr nektarin në trajtimin kryesisht të çësjeve kuranore. Sonte do të fillojmë një seri tre, po them për nga trajtimi edhe pse s'do të ketë kush e diçka tre aty, ndërsa të vjetër për shkak se në fe kur gjë tre nuk themi, e themi atë që e kanë thonë njerëzit e ditën e të mençur para neve, atë që e kemi trashëguar në radhë të parë për mësimeve të shpalljes dhe interpretimeve të shpalljes. Do të shoqërohemi në javët në vijim me një temë të cilën e kam titulluar Kurani edukan. Edhe fjalën edukim na e përdorim, edhe fjalën edukat e përdorim shpesh. Tash na që jemi në moshë më të avancuar mendojmë kur e përdorim këtë fjalë sikur na jemi ata të zotët e saj e kena më u përcjell brezave, na baballarët kena më u përcjell fëmijëve ose na të moshumit kena më u përcjell trinjve e kështu me radhë. Po në të vërtetë të gjithë kemi pasqyre në shtëpiat tona, edhe me u kthyer në pasqyre mira, me sinqeritet. Kena me pa se me gjithate në radhë të parë, jo në radhë të parë, po të gjithë kemi nevojë për edukat. Ose kemi nevojë atë që e kemi mësuar deri tash me zbërthy hala më mirë, ose ndonjë gjë që e kemi mësuar në teori, nuk është se e kemi gjetë formulën e praktikës, ose thjesht mu nganjëherë po mdoket sikur po vend numërojmë të gjithë së bashku, pa e përjashtu kërkan. Këto fjalë që po I tham, edhe kur flas nganjëherë që mundet me tingëllu si kritik, nuk e kam për qëllim kërkan para vetës tem. Edhe nuk e kam për qëllim xhamatin para hoxhallarëve. Na jemi ata që meritojmë me e shiku vetën pasqyres, secili jo për diçka. Kur zgjohemi në mëngjes na shikojmë pasqyre veç për me u dok mirë, jo për diçka tjetër. Thjesht për me ashtu vetës dukjen e bukur edhe elegancën, për shkak se kemi me dalë para njerëzve gjatë gjithë ditës, edhe ata një farë mënyre kanë me e marrë një përshtypje për neve. Përshtypja e njerëzve nuk është e parëndësishme, por edhe nuk është më e rëndësishmja.
Do thonë, nëse dikush thot, unë jam musliman edhe unë 2 pare nuk I jepi çka menojnë njerëzit për mu, që kjo është gabim, e paqëndrueshme është. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam megjithatë e ka pas breng çka mendojnë njerëzit për te. Madje nganjëherë disa punë të qëllume I kalon, qëllume janë kon, po I kalon pa I bë veç për shkak se çka kanë me thonë njerëzit, mos me lën hapësirë për keq kuptim. Kështu që në aty ta kemi breng çka menojnë njerëzit edhe çysh na shohin njerëzit. Po breng më të madhe se kjo, do të me e pas qysh po dalim para Allahut fuqi plot, qysh na sheh Allahu. Na funit e dim, e kemi bindje të paluhatshme, e kemi nyje që nuk zgjidhet, akide. Që Allahu na sheh, madje na sheh mas miri, dhe asaj që Allahu sheh nuk I shpëton asgjë. Allahu na din mas miri, I din edhe të dukshmet tona, edhe të fshehtat tona, edhe ato që I shfaqim, edhe ato që mundohem me I majtë më sheft, krejt ato Allahu I madhruar I din, ja thash një besimtar, I cili ka besim edhe bindje se Allahu është alim, edhe është basir, alim I gjithdijshëm, basir sheh gjithçka, semie dëgjon gjithçka, një besimtar që beson kështu, nuk do të duhej me u sjell me shpërfillje ndaj kësaj bindje. Për arsye se do të ishte shpërfillje pikërisht ndaj faktit se Zoti të sheh, ndërsa disa dietarë dikush prej dietarëve të gjeneratave të hershme ka thonë kur mos lejo që Allahu me qenë më I parëndësishmi prej gjithë atyne që të shohin. Na e shohim njëri tjetrin, po e shohim pjesërisht. E dim njëri tjetrin edhe e njohim, po megjithatë nuk e njohim secilin në thellësi. Allahu na sheh. Edhe Allahu na din mas miri, e tash na me pas kujdes ç'po dokna unë kur dal para xhamatit, ose kur shkoj një takim me një personalitet të rëndësishëm, ose kur dal në rrugë që nuk e di kon me e taku, megjithatë duhet me u duk bukur. Të e pas parasysh si besimtar që Allahu na din mirë edhe na sheh mirë, edhe me u sill me shpërfillje ndaj këtij fakti, ndaj kësaj bindje, edhe me bë një konsiderat qoftë edhe të paformulume me fjalët tona se s'ka rëndësi Allahu qysh sheh, jo megjithatë kjo është më e rëndësishmja, qysh Allahu të sheh. Andaj mos lejon asnjë mënyrë me qenë Allahu më I parëndësishmi edhe më I pa respektumi pe anës tone prej gjithë atyne që të shohin. Me dasht këtë që to me zbërthy një shembull konkret, kisha pas qef mos më keq kuptu, po për shembull, asnjëri prej neve kur vjen në xhami, nuk vjen në xhami për me fal namazin kur vim, nuk vjen I veshur me pijama. Unë për veti s'kom pa asnjëherë njeri që ka ardhur me pijama në xhami. Por në shtëpijat tona, ndoshta ndonjëherë falemi me pijama. Tash, është namazi I vlefshëm, a nuk është I vlefshëm, nuk është temë diskutimi. I vlefshëm është, si ta kesh të mbulum avretin, namazi është I vlefshëm. Por, bonja vetës një matje me qitë etik, me qitë edukat, me qitë detaj, pa unal të ky detaj. Po mja nis këtu e me mri dikon shumë manalt. Ose më lejoni të përmeni një thanje të Ibni Mas'udit radiallahu an për një ajet, e që realisht prej se kom fillu me menu për që tim që kjo ajet edhe që kjo thanje mu kanë silë në dërmend, edhe kom thonë o Zot inshallah se harroj kur t'ull në para xhamatit, se menjen këto njeri as kujtesën e vetë, as harresën e vetë nuk e kanë kontrol të plot. Në të nderuar vëllezër, një pjesë e jonja, ose ma mirë me thonë, na me dallime kemi kohë që vim në xhami edhe ngojmë derse. Shkojmë në xhamia të ndryshme edhe ngojmë derse të ndryshme. Ton e dini që në Mitrovic, që të tëna, gjatë javës mahen në për xhamia ma tepër se 20 derse. Edhe unë jam shumë I bindur që dikush pe juve është pothuajse e pamundur me njeh të gjitha, po merr pjesë ma tepër se një ders në javë, ma tepër se një ligjërat në javë.
Në një farë mënyre, një student i universitetit ose i nivelit pas universitar nuk ndjek ma shumë ligjërata se ndonjëri që është paksa i rregullt në derset e xhamisë. Menoj që çështo është, nashta zgaboj. Edhe tash me paramendu dikant që 3 vjet ose 4 vjet ndjek derse, prap çaj person do të vetit mja bo pyetjen, a kom mësu të shku në xhami sa mëson dikush i cili në qëtë kohë e kryen një fakultet. Kjo është një pyetje që do të mja bo vetit. Keni drejt plotësisht, tani edhe neve si hoxhallar me na pyet, me thonë, po jo që po na mbani ligjërata, apo na trajtoni si studenta në fakultet, edhe apo përgatiteni për neve, dhe çaj materie që po e shtjelloni, a është sikur çaj e fakultetit. Edhe këtë pyetje keni drejt me na e bë dhe unë ja bëj vetit shpesh. Por nëse themi është sa gjysa, atëherë për 6 vjet ose 8 vjet ndonjëri a ka avancu sa me e pas kry një fakultet, këto janë pyetje që mbesin të hapuna, të shtrume, unë s'po insistoj me ndigju përgjigje, unë e kam me ndigju përgjigjen për pyetjen temë, e jo gjeni përgjigjen për pyetjen që ja bëni vetës. Pra unë si hoxh, ajo mënu me u përgadit, që është përgaditet një profesor kur del para studentave, edhe ju menoni, a kena mësu, a kena majt men, a kena majt shënime, ju e dini unë shpesh, si në mahi ju thëmë, unë e them pak si për hajgare dhe për relax, me gjithate synimin e kam shumë seriozisht, kur ju thëmë ka njëherë, manin men që të ajet, edhe shkruni se nuk është marrë me shkru, as nuk është gjuna me majt shënime. Ajeti që po du me e përmend është në surën El Hadid, në kaptinën e hekurit, ajeti numër 16. Nëse se shkruni manin men, por nëse tutni që keni me harru, shënane. Në këtë ajet, Allah i madhruar thot, Elem jeni lilledhina amanu, en takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Fillimi ajetit veç. E lexoni ajetin 16 e mësoni. A nuk ka ardhur koha, Allahu thot. A nuk ka ardhur koha që ata të cilët besuan. As ka ardhur koha që tash me fillu pak edhe zemrat e tyre me reflektu kur përmendet Allahu. Edhe kur citohen o ma nazala min al-haq. Edhe kur citohen ato që kanë zbrit nga e vërteta. Pra, kur përmendet Allahu, dhikrullah, namazi, Kurani, dhikri, aje që ka zbrit, ajetet e Allahut fuqiplot dhe fjalët e tij, mësimet e Islamit. E thash Allahu po thot, as ka ardhur koha që ata që besuan, zemrat e tyre të reflektojnë, takhsha. E kom lyp sot gjithë ditën e lume, çka do me thonë, en takhsha'a qulubuhum. Khushua, përdoret fjala khushua në Kur'an 17 vena. Në 15 vena përdoret në trajtat emrore, paskajore, mbi emra aktive, kështu me radhë, veç në 2 ajete, po përdor kjo si folje, njëna prej tyre ky ajet cilin po e citojmë. Ajeti 16 i surës Hadid. Kuptimet ishin të ndryshme. Khushua ish me besu, khushua ish me u qetësu, khushua me uni mirë, ama kur bëhet fjalë për zemrën, khushua i zemrës ishte dorëzimi i plot i zemrës. Një qetësi maksimale. Se me thonë qetësi absolute s'ka kuptim. Një qetësi maksimale. Edhe masanej kuptimet e kësaj, aplikimet e kësaj, edhe do t'i përmendim pak ma vonë, po ajo që më ka bo shumë përshtypje, e besoj që do t'ju bëj përshtypje edhe juve, edhe do t'a kuptoni pse thash dikush që ka ndjek derse 3 apo 4 vite, do dojë me pas avancu, sa avancon një student i cili e vijon universitetin. Abdullah ibn Mesudi, po kthehemi te Abdullah ibn Mesudi, i cili ka qenë një prej sahabeve të veçantë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë talebe me kuptimin e plot fjalës. Sahabët kanë pas nivelet ndryshme, pozitat ndryshme. Krejt janë kom të mirë. Për krejt themi radiallahu anhum, për këtë kemi dashni edhe respekt s'kajshëm,
Mirë po, edhe ata kanë dalluar ndërmjet vete Abdullah ibn Mesudi, padyshim që o kanë prej aty në dallumve, po Kur'ani nuk ka folur veç për Abdullah ibn Mesudi. Ajetet kur kanë zbrit, kur ka thirr Allahu ja ayyuhan nas, o njerëz, i ka thirr ton. Kur ka thirr ja ayyuhal ladhina amanu, prapi ka thirr ton. Pa e përjashtu asnjëne. Po, pastaj sahabët i kanë kuptuar në mënyrat e veta, secili edhe e kanë përjetuar në mënyrën e vet, po përparësia e tyre çka kanë? O kanë që pavarësisht çysh e kanë kuptuar dhe çysh kanë përjetuar Kur'anin, ata e kanë pas aty njerën në mesin e tyre që ja u ka zbërthy në mënyrë të garantuar. E kanë pas pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë këtu është një përjetim i Ibn Mesudit me këtë ajet, i cili thot: prej ditës kur e kemi pranuar Islamin, prej ditës kur kemi kaluar në Islam, e deri në ditën e zbritjes së këtij ajeti, thot nuk kanë kalu as 4 vite. Bile ai thot kështu, prej ditës kur kemi kaluar në Islam, e deri në ditën që Allahu na ka çortuar me këtë ajet, thot as 4 vite s'kan kalu. E tash dita e pranimit të Islamit prej sahabeve nuk ka qenë, nashta zgavoj me thonë ndonjëri prej sahabeve, kur u bë musliman, nashta s'ka qenë as në nivelin e dikujt prej neve, kur ja ka nisë me ardhur në xhami. Për arsye se një pjesë e sahabeve, për shembull, një pjesë e jona, s'kemi ardhur në xhami deri në moment që e kena kuptuar që nuk bën pa u fal. Ama dhe më herët kena besu, si na kon idhujtar. Një pjesë e madhe e kanë ditë edhe shahadetin, një pjesë e madhe kanë bindjen, e kanë dashur Allahun, e kanë dashur pejgamberin, edhe atë goxha shumë. Jam shumë i vëmendshëm edhe i vetëdijshëm me këto çfarë po them. Ka njerëz që mbas edhe mundën me qenë gjunaqar, po s'mundesh ti me thonë që ai nuk e don Allahun edhe pejgamberin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për atë sahabiun që ka pi alkool, e kanë prus disa herë, e ka rreh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për alkool, e kanë ndëshku. Po kur i kanë thonë Zotit ma roft, ka thonë mos i thoni Zotit ma roft, se unë e di se ky njeri e don Allahun edhe pejgamberin. Do më thonë, gjunaqar, po Allahun e don, nuk mund është ti me thonë, e tash. Ndonjëri prej sahabeve, tek atë ditën kur është taku me Islamin, ose o taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ose me ndonjë sahabi, ose me Mus'ab ibn Umairin, ose në fillim të Islamit me Abu Bekrin, se 10 përgëzumëve, ata 10 përgëzumit me xhennet që janë, ata 10 sahabe që i ka përgëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me xhennet, pothuajse për më shumë se gjysmën e tyre është bë sebeb e Abu Bekrit që janë bë musliman. Edhe kanë besu thjesht sahabët, ka pas beduin, ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 3-4 pyetje i ka bë edhe çu ka hec udhëve të veta që i bie se ndoshta ata më pak kanë mësuar për Islamin se sa na që marrim pjesë në një ligjërat për 10 ose 15 minuta. S'po du me thonë, ku jemi na, e ata, jo, veç po du me thonë që mundësit tona janë shumë më të mëdha, e ndonjoni prej tyne, prej dita, sigur Ibn Mesudi që po dëshmon që është bo musliman, kanë zbrit ajete, po ju tonë e dini që për ato 4 vite, su koni plëtsum Kur'ani. Kur'ani ka zbrit për 23 vite. E mrena që asaj pjeset të kufizume, s'po thënë të pak ose të shumët, të vogël ose të madhe, po mrena që asaj pjeset të kufizume të Kur'anit, ka zbrit që kjo ajet, për cilin Ibn Mesudi thot, na ka qortu me te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo, na ka qortu me te kush? Allahu fuqiplot. Se Allahu është zbritësi i Kur'anit edhe ajeti është fjala e Allahut fuqiplot. Pra prej kur kemi pranu Islamin, nuk kanë kalu as 4 vite të plota dhe Allahu i madhruar po na thot, as ka ardhur koha ojo që besuat, që zemrat e juaja të qetësohen me dhikrin e Allahut, të reflektojnë, të ndikohen. Ndikimi i Kur'anit është temë që e kemi trajtu shumë edhe duhet me e trajtu shumë. Është temë që duhet me e trajtu, për arsye se ndonjëri prej neve ka kalu kohë në shoqëri me Islamin, edhe në shoqëri me Kur'anin, por e vrejmë se ai identifikimi i tij me fjalët e Allahut fuqiplot, edhe me edukatën kur'anore, në të cilën
kam me insistu gjatë këtyne ditëve të ardhshme, le për të dëshiru. Pra ka mjaft çka me i shtu. Gjithsesi, secili prej neve ka çka me shtu në praktikën e tij, edhe sahabët çdo ditë janë përmirësu. Kanë gabu, e kam thonë disa herë, sahabët nuk janë kon të pagabushëm. Shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk janë kon të pagabushëm. Përmena njërin që ka pi alkohol, ka pas tjetër ka ardhur, ka thonë ja Rasulullah, apo ma legalizon imoralitetin. Jepëm leje të bëj zina. Çështu ka thonë? Sahabiu konaj. E ka trajtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithsesi. Po menej ka pas sahabi i cili, që kjo është paradoks. Allahu ka leju me ndodh këto gjana që na me kuptu se Islami s'po lyp prej teje ti me u boj për krym. Po Islami lyp prej teje dy gjana. E para mundoh deri në maksimum me u boj i mirë, edhe e dyta ku të nxosh veten tu gabu përmirësa. Çka kaq? Kur gjë tjetër Islami s'lyp prej neve. Kërkon në Kur'an Allah nuk ka thonë mos gabani. Këto e kemi thonë disa herë. Edhe e keni majt men, jam shumë i bindur. Kërkon s'ka thonë mos gabani. Po në 10 vende thot pendohuni, kthehuni. Se me thonë mos gabani, kërkohet e pamunduna. Tash paramendo çka ka pas mesin e sahabeve. Njëri i cili ka marrë pjesë në Bedër. Mas 6 viteve, po i shkruan letër kurishitëve, bëhuni gati se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po vjen me ushtri. Kjo ka qenë në vlerësimin formal tradhti kombëtare. Omer radiallahu anhu kur është zbulu kjo aferë, ka thonë ja Rasulullah, lem t'ja heki kryt këtij munafiku. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Omer ka thonë, kjo është pjesëmarrës në Bedër, po ku e din ti, ndoshta Allahu ju ka thonë atyre që kanë marrë pjesë në Bedër, çka doni bani se këtë falun ai keni. Ka pas edhe kësi gabime në mesin e sahabeve, edhe pse në kon të mirë sahabet, jo pse në kon të pagabushëm, po pse në kon të kthyshëm. Edhe pse jeta e tyne dhe bashkëtesa e tyne me Kur'anin ka qenë gjithmonë me sinjal të fortë. Kur s'kan qenë stand-by me Kur'anin ata, gjithmonë e kanë pas në lëvizje, gjithmonë e kanë pas aktive atë lidhjen e tyne me Kur'anin dhe kanë zbrit, po flasim për ajet i cili ka zbrit herët në Mekës, po flasim për ajet që thot merrni abdes ose falni namaz ose jepni zeqat, po për ajet i cili hala po e trajton zemrën edhe po i trajton bindjet. Kanë zbrit ajete që flasim për njësinë e Allahut, për kotësinë e idhujve, për realitetin e botës tjetër edhe të ringjalljes, xhenetin, xhehenemin, edhe një moment caktuar, mbrana më pak se 4 viteve, Allahu po i thot, e mirë, e ç'tash as ka ardhur koha që ju me kallëzu, diku keni mri. Ka ardhur koha e diplomimit t'juj, ka ardhur koha e ngritjes në një nivel i cili është më i avancuar. Edhe sahabët për në Mekë janë kon nxënësa të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po ata edhe duke qenë nxënësa të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë kon ulema, janë kon dietar. E tash edhe na çashtu të shikira mësuesat, po do të me ngrit në nivelin e tyne, jo vetëm me dije edhe me teori, gjithsesi edhe pa dije, pa teori nuk bëhet. S'mundet dikush me thonë, synimi jam është me përmirësu veprimtarin, po çysh kime përmirësu veprimtarin pa ditë, pa mësu. Unë du me u falë, ti do me u falë, po çysh do me u falë, pa ditë me u falë. Unë du me u bo i devotshëm edhe i sinqert, çysh ki mu bo i sinqert, kur se din çka o sinceriteti. Nuk e din çka është ky përjetimi të cilin Allah i madhruar, po e kërkon e që i thojnë khushu. Khushu i pra është gjendje e zemrës, në të cilën zemra përjeton gatishmëri të plot me pranu edhe me thith atë që vjen prej Allahut fuqi plot. E gatshme më plot një për me u mush, me u kariku, me u forcu, me çka me bindje në radhë të parë, pastaj për të i bindjes me stabilitet
Se bindja edhe dyshimet nuk i zen zemra bashk. Mundet diçka me udhok si bindje, po kur ka dyshime, ajo mon nuk quhet bindje. Edhe sprova e besimit cila është? Sprova e besimit nuk është me i pa senet edhe me i prek. Me thonë, valla, unë besoj ato që e shoh. Edhe besoj atë që e preku. A, s'është besim? Besimi është me besu atë që s'mundesh me e pa. Edhe atë që s'mundesh me e prek. Do më thonë, ajo pjesa e fesë që quhet besim, pikrisht këtë sprov e ka. Mi besu senet e mshefta, mi besu senet e padukshme, mi besu senet që dikush edhe i ka pa, po ti s'ke mujt mi pa. Mi besu të kalumën, mi besu të ardhman, që ki me e pa, po halos mujt e me e pa. E pse qysh mi besu pra, nëse s'munde me nësimin gjendje me i pa, testi i vetëm është, ose është edhe verifikimi i vetëm është, që ato për cilat po flasim, veç thjesht me ardhë për i burimit sigurt. Jo me besu gjithë shka. A i keni pa ata njerëzit që besimin e tyne se kanë rregullu me argumente të pa kontestueshme, a i keni pa në çka besojnë. S'po flas, po hajtë mundu me folë edhe për njerëz të besimeve të ndryshme, idhujtare, kështu me radhë, besojnë gjona shumë të kota, që ajo niveli më i ulët i logjikës nuk i pranon. Mirë, po merr edhe ata që i thojnë vetit musliman, e që s'kan arrit me u eduku me edukatën e Kur'anit, ata kanë kësi besime, ma prejti maca rrugën, me i shtret teshat të martën në aksham, me i prethojt të mërkurën të përëndu djeli, e niva gjelin të knu, ose e niva qenin të leh, ose ma bete që pse ndodhin këto të njerëzit. Pse na si kemi, hiç s'kemi kësi probleme, as na shkon na një me bo pyetje, a bon me i prej thojt ditën, a natën, a bon kur të kish vakt me i prej, bon me i prej. Pse ata e kanë këtë brejnë? Se ata se kanë mush zemrën me ato që duhet, a zemra ka nevoj. Ka nevoj me u mush me zemrat, me gjonat të besimit, e që kur nuk mushet me besim të sakt, mundet me u mush me bestytni edhe me besimet gabume. Por edhe besimi i sakt, sado që është i sakt edhe i vërtet. Për shembull, nga njerë mundemi me u çudit edhe me u habit, me thonë që shko mundësi, e kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E kanë një të folë. I kanë një ato spjegime, sqarime, interpretime të mrekullueshme prej gojës ti, edhe s'kam besu. Që shko mundësi. Na po ngojmë e po lexojmë senet njerëzve shumë nivelit për toke. Edhe po themi, alhamdulillah, që na e mundësoj Allah me ndëgju këtë sen edhe me mëzu këtë sen. E po, pikrisht që kjo është ajo gatishmëria e zemrës për me e pranu një gjë, ose mos me e pranu. Ajo që po e lyp Allahu prej neve me këtë ajet që e citova, edhe me ajetet që flasin për khushuaj, është para se të nënshtrohemi formalisht, me u nënshtru brendia jonë, shpirti edhe zemra, me konë shumë në rregull edhe shumë rahat edhe shumë komod me atë çka e thot Allahu fuqiplot, me atë çka e interpreton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me ato mësimet të islamit të cilat kanë mrit deri te na në mënyrë autentike edhe të saktë. Krejt ajo çka thot Allahu u kry muhabeti. Do thonë momentin që sahabët për shembull kur ka zbrit një ajet, janë konë të e bën një punë e cila deri në çatë moment në njëherë ngatrohemi dhe themi u konë halal, s'u konë ndaluar halal. Në momentin që ka zbrit ajetin, në gjysti kanë lënë çato vepra dhe kanë hjek dorë prej tyne. Pse? Për arsye se brendinë e tyne e kanë pas të rregulluar, s'ka pas më ai problem për mja mush menan. Ai e ka pas veç një gajle. A ka thonë Allah që shto, o kry muhabeti. E Bubekrit kur i kanë thonë, a i shohujët po thotë që jëmë konë prom në qiell. Thotë nëse ka thonë, qashtu është, sigurisht të konë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tu majt ligjërat. Në xhami edhe po i thotë, uluni. Njonin në bord xhamis atje në sokak. E niti uluni, ul. Edhe kur dolën pezon pejgamberi alayhis salam ulën. Çfarë bën këtu? Thotë ti më the uluni, e tha unë ula, thash. Unë se diskutoj urdhën tanë. Çka e prodhon që ta? E prodhon që ajo
ndreqja, qaj përmirësimi, qaj mirëmbajtja e të mbrendshmes, e cila shndrohet nga gatishmëri të plot për me i pranu urdhrat edhe udhëzimet, që në një farë mënyrë është me thon hapi i parë, ose manifestimi i parë. Me njëherë mas kësaj, lidhon, këto s'ka ndërpremje këto, me thonë, qajo e para e mbrendshmja, ndodhë të mërkurën, kjo e dyta që po du me përmend, është tek të shtunën do të me prit. Jo, ato me njëherë ndodhin. Mirë po shkojnë me si të renditje, për shkak edhe se s'mundet me funksionu ndryshe, si të rregullohet e mbrendshmja, e jashtëmja pastaj nënshtrohet me automatizëm. Njëri bëhet, çka bëhet? Musliman. I nënshtru. Musliman lëku është formalitet. Mos të keq kuptohem, me menu dikush, s'thash islami është formalitet. Jo, me qenë musliman është formalitet. Me qenë mu'min është esencë. E na i dim këto nivele. Forma është nivel i gjanë, përfshin gjithçka, po është nivel i avancum deri dikon. Pastaj ajo brendia është nivel pak më i ngushtë, po është nivel më i avancum, e pastaj ajo cilësia maksimale e përuljes edhe nënshtrimet, e cila është ihsani, ajo është nivel hala më i lartë masani, me i boj ibadet Allahut, sikur me e pa. Edhe pse ti s'e sheh, ti të sheh. Me ujtë me arrit që të përjetimin që veç pse po e di one se Allahu më sheh, unë me e përjetu namazin ose veprën ose sjelljen time edhe, se nuk është veç për ibadet, gjithsesi, si dikush që është 100% i bindur se Allah është të e pa. Edhe qështu, rregullohet e mbrendshmja, pastaj natyrshëm rregullohet e jashtëmja, të ngon, pastaj edhe dora, edhe koma, edhe syni, edhe veshi, ai i cili zemrën e ka me khushua, atë nuk e trallton as syni me këshyr aty ku s'duhet, ose veshi me dëgju aty ku s'duhet, por nëse ndodh, nuk e trallton kur tham, edhe po insistojnë këte, e kam fjalën, s'ndodh në mënyrë sistematike, po ndodh ndonjëherë, edhe nëse ndodh, ai më njëherë e din se çanej sot është me këshyra. Çto që e ngova nuk u dasht me ngu, ose çto që e tha gjuha ime nuk u dasht me e thonë, ose Zot falem. O Zot ma mundësot të përmirësohna. E gjymtyrët pastaj ndihen në komoditet të plot me këtë gjendje. Kjo gjithsesi si përjetim e ka pastaj edhe vëmendjen që është shumë e rëndësishme, e ka vëmendjen e besimtarit në gjithë atë çka bën. Nëse është të falë namaz, e ka mendjen namaz. Nëse është të punu një punë, edhe të dunjas, e ka vëmendjen çka është të bë. Njëjtën punë mundën me punu 2 persona, po vlera e veprës nuk është e njëjtë të dy. Edhe namazin, 2 njerëz falen safshtu nga të njëri tjetrit, por nuk e kanë sevapin të dy të njëjtë. Pse? Për arsye se njëri e ka përkushtimin më të madh, e ka përqendrimin më të madh, e ka mendjen më prezente, ai tjetri u lidh namaz, shqyr që është farz i falet me xhamat, se me pas vetë çka jetu bë, po vakis s'kish ditë me kallzu. Ose secilit prej neve i ndodh nganjëherë, e sheh veten edhe e din që kem rrinë në fund të namazit, po se din a jenë reqat të tretën të katërtin. Ose e din që jenë të katërtin, po thu, subhanallah, që ato 3 të parat hiç diçka si hetova, si përjetova. Pse? Për arsye se khushuaj i zemrës, çaj përjetimi i zemrës, çajo përgjigja që zemra do të më u përgjigjë në vazhdimsi, edhe me reflektu, nuk u kon nivel, e pastaj gjymtyrët edhe trupi e kanë kry punën në mënyrë automatike. Kur kanë thonë përpara me i fyj gojt, shpesher në ndodhë tonëve me i fyj gojt. Qoho bjerë, shkun 4 reqate, hajde edhe 4 tjera, në Ramazan i falqëm 20, qohu bjerë, e se cili pastaj e ka kapat vlerën e namazit, për atë sa e ka pasë vëmendjen prezente në namaz. Pse ndodhë që kjo për kushtim, pse ndodhë që kjo për ullje, çka e shkakton? E shkaktojnë shumë gjana, po 3 gjana janë kryesore. E para është përpjekja e robit, përpjekja e besimtarit me përjetu madhështinë e Allahut fuqiplot. Është me e ditë që ti je shumë i vogël,
Allahu është shumë i madh. Edhe kjo, je i vogël, Allahu është i madh, nuk do të më shti njeriu me mendu, me thonë, po gjithë këta njerëz që falen krejt botën, a thu Allahu ton i sheh dhe ton i din? Gjithë këta njerëz që luten, Allahu ton ato lutje i dëgjon? Po edhe ata që janë shumë gjithashtu që bojnë gjunahe vepra, edhe aty në tonëve Allahu ja u regjistron? Po pikërisht kjo është madhështia e Allahut fuqiplot. Edhe ti e sheh veten sa i madh është Allahu që të gjithë i përcjell, të gjithë i mbikëqyr, të gjithë i sheh, të gjithë i dëgjon, edhe ti bën pjesë aty. E tash kur e shet që edhe ti bën pjesë në çat lidhje, padyshim që ky bëhet një përjetim i veçantë që është në zemrën tonë me u qetësu me Allahun, në atë lidhje me Allahun i cili përveç që është i gjithdijshëm, është edhe i gjithposhtetshëm. Edhe krejt çka ti menon, Allahu e din gjithsesi, po edhe çka ti kërkon, Allahu e ka për me ta dhënë. Ata pastaj është tjetër muhabet. Mirë po për me e pas e ka, mos e lyp dikun tjetër. Allahu i ka të gjitha, edhe krejtve mi au dhënë ato që i lypin edhe i imagjinojnë, prap Allahu ka me mbeti i pasun, gani, i gjithë pasun. Zdi çfarë shprehje mundet me pas për me interpretu këtë emër të Allahut fuqiplot. Pra, madhështia, përpjekja për me përjetu madhështinë e Allahut fuqiplot në qënë që aty, po, normal, edhe kjo nuk arrihet pa u mundu me njoftë Allahun mirë, me njoftë Allahun. Na Allahun nuk e shohim. Nuk e shohim Allahun me sytë e dunjas. Mirë po veprat e Allahut i shohim. Ajetet e Allahut i dëgjojmë edhe krejt që ka na ka kallëzu Allahu për veten, kemi mundësi me e marrë vesh. Krejt që na ka kallëzu Zoti për veten. Allahu Rabbul Alamin. Apo? Allahu është Zoti i botëve. Këto e themi 40 herë në ditje. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Lavdi i takon Allahut, Zotit të botëve. E kuptojmë. Ar-Rahmani Rahim, e dim se është i gjithëmshirshëm. El Azizul Hakim, i plot fuqishëm, po edhe i urtë. El Ghafurur Rahim, falës i madh, po edhe mëshirues i madh e kështu me radhë. Edhe nëpërmjet kësaj ne e njohim Allahun më mirë, njëkohësisht e përjetojmë më mirë edhe këtë madhështi të tij, e me këtë arrijmë te pastrimi i shpirtit, pastrimi i të brendshmës, i shpirtit, i zemrës, i mendimeve, i mendjes, i çka do të themi, do të thonë këtë ajo ka nevojë me u pastru edhe me u mirëmbajt pastërt. Prej çkafit? Prej arrogancës, prej ngarkesave të zemrës, sikur se janë urrejtja, hasedi, paragjykimi, e të ngjashme, prej vrazhdësisë. Do të më mundu me zbut zemrën, me e njom, mos me e lon me u tha, me u bo e vrasht, për arsye se gjonat e vrashta dëmtohen ma let, thehen ma let, gjonat e njoma gjithmonë rrinë të freskëta, po edhe kanë funksion. E zemra është ajo që mas tepër meriton një gjotë tillë. E çka arrim nëse zemra rregullohet kështu, zemra bëhet e gjallë, po dhe është e qetë. Njihet komod edhe mirë në këtë lidhje me Allahun fuqiplot. Pas kësaj ndodh edhe përjetimi konkret nga njëherë. Fjallën kur e dëgjojmë një urdhër të Allahut fuqiplot, zemra preket. Kur preket zemra, mundet edhe gjymtyra me reagu, mundet edhe syni me reagu, me një lot, me një diçka. Mundet mos të flasu masane, ajo që gatishmëria për me u nështru është maksimale. Ibrahimi a.s. pse ishte i veçantë? Për shkak se Allahu kur i tha eslim, dorzohu, ai tha dorzohem për Zotin e gjithësisë. Dorëzimi i plot, që shtu e kon pejgambert. Edhe besimtari sa më në rregull ta ketë zemrën në këtë aspekt, do të jetë në gjendje me u mbrojt edhe me u liru edhe me u rujt për të gjitha atyre ngarkesave që kalim të munën me e godit, sikur se janë cytjet e ndryshme, komplekset e ndryshme, vezveset e ndryshme, cilat munën me i ndodhë edhe një jetë, munën me i ndodhë edhe një ibadet. Për shembull, njeri sa më shumë të ketë përkushtim në namaz, aq më pak i ndodhë
Me ardha si situatë me thonë s'podia jam në reqat 2, anë të 4, a në të parin, anë 3, anë 3, anë të 4, a e kam edhe një ullja, do të me najt ullën, a do të mu të shumë kam. Thonë me ju ndodhë këto, se këto në çështjet harresas. Mirë, po nëse të ndodhin çdo ditë, ose çdo 2 ditë, ndodhin në mënyrë sistematike, atër nuk ka punë harrese. Se ti me bo me të këshyrë kështu, në dunja je i këfjelt, edhe men shumë gjana, edhe din shumë marifete tjetas që nështë Imam Bukhariun e Muslimin me i pros s'kishin dit me dizajnua, me programua, me bo gjana që ka din ti me bo, mirë po kur lidhësh namaz në 2 rekate namaz nuk je rahat. Pse? Se ai khushuaj, ai përkushtimi nuk është prezent, e masari shejtani e ka gjetë aty një vrim për me të cytë. Ja abdesin se more mirë, ja ti si në regull, ja hajt, edhe kur njerit ti përgjigjet, a e qënë deri sa ty mi thonë, ty si besimtar, ti ki 100 dyshime. Dhe i thot, po vëlla, shkon Hoxhëvende, ku për mu, 100 dyshime i kam. Lej, marrë se ato e në dyshimet e shejtarit si në tuat. Muse nga, shpërfile. Thuj, eudhu billahi minë shejtanir rajim. Pa jesu me ditori që ti me u vedisu që s'ki mo dyshime. Je komod me bindjen tane edhe me besimin tanë. Edhe një gjatë po du me e thonë, ka shumë me u folën këtë temë, s'po du me e zgjatë ma shumë, për arsye se këtë takimi i sonë të më është vesh një nxemje, një hymje, një parathanje. Por do të me e kuptu një sen. Khushuaj dalën prej, mos të thëmë formalitetit se e përdora parës fjallën formalitet me qëllim të mirë, ata që jem të e përdor me qëllim, me kuptim negativ, khushuaj dalën prej shtirjes. Mu bo kisha une shumë i devatshëm, mu bo sikuraj që e kanë komentu namazin e ti, të e pas sa mirë po falet, e ka thonë, edhe në gjinu shumë jam, po jo s'pedini. Që kjo s'ban. Khushuaj që e ka zemra për jetimin e khushuajt, qaj është cilin Allah i madhruar, po e kërkon prej neve, edhe e përmendë Hudhejfe ibnul Jemani, radiallahu anë. Hudhejfja ka qenë specialist i zemrës, po jo kardiolog. Ka qenë specialist i disa fshehtësive edhe i disa punëve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo rastësisht atij ja ka besu. E Hudhejfe ka thonë, ruajeni prej khushuajt me munafiklëk. Për e thënë atë khushuajnë reale dhe të vërtetin, po jo atë të shtirjes. I kanë thonë, qka është ai i shtirjes? Kanë thonë, trupi me udok si kur është i përkushtum, e zemra me konë larkë prej përkushtimet. Ndërsa, rëfejet se Omeri i biri i Khattabit, radiallahu anë, Omeri, e ka pa njënin të u falë edhe të u bo kështu, dhe me konë veç edhe një hap edhe fluturova, qa që jem të e përjetu namazin, edhe i për në fund gjamis, i ka thonë, o ti që po e lëviz kokën, ta dish se përkushtimi nuk është në kokë, por është në zemar. Kështu që maje për vete. Nuk është kusht me kajt. Po nëse loti del si rjedhoje për jetimet, elhamdulillah. Po nëse dikush don me kajt, synon me kajt për me u kallzu i devatshëm, e qëto djetarët e kam thonë se nuk është synimi, për arsye se aty ka ma tepër shtirje se sa ka për jetim real. Do të vazhdojmë të nëru vllazën me këtë temë, me lejnë Allahut në takimet e ardhshme, do të flasim qysh na edukon Kur'ani. Abdullah ibn Mesudi tha, as 4 vjetë së banan, Allahu na tha, përkushtohuni. Edhe ne do të shohim masane çdo sa do të me ngrit në nivelin ton. Allahu ju shpërbleft për omendjen. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.